dhe në fund e keni lënë Gjermaninë dhe sërish jeni kthyer vendit. Kur të gjithë ikin, ju jeni kthyer. Neve na shteu shkaku u largum për një më të mirë për fëmijët tanë në gurbet, si gjithë të tjerët, por nuk ishte qenë ajo realiteti çfarë folin njerëzit, por kishte qenë krejt ndryshe, shkaku se atje ndoshta ka një jetë pak më në rregull, por familje nuk ke atje. Po shpuna më kryesore. Ajo që më shtiu mua për të ardhur këtu, pa as një mendim, as një dyshim. Ju jeni prind i 5 fëmijëve. I 5 fëmijëve, 4 vajza edhe një djalë. 3 vajza i kam të martume, vajza e vogël vazhdon shkollimin në Tetov, kurse djali këtu në Gosivar. Merremi pak me biznis të vogël, kemi afër gjenerata 31 vjet. Jemi në të parit në Gosivar me rregullim të boreve, këtine gjonave, por mendom se Gjermania ose gurbeti pa më parasysh ka një perspektivë, por nuk kishte qenë realitet ajo. Ai kishte qenë një idhërim për të gjithë familjet, për të gjithë të rinjt. Ju sugjeroj se këtu është jeta, puna dhe parja. Do me thonë, pranë familjes, pranë të gjithave, se çdo kush nuk ka si vendlindje.